Frankfurti, zemra e Gjermanisë dhe arteria kryesore ekonomike dhe financiare e saj. Në prehër të tij ka zënë vend edhe Banka Qendrore Evropiane si dhe aeroporti gjigant më i madhi në Evropën kontinentale. Por s'janë vetëm këto gjërat qendrore në Frankfurt, ose më mirë me thënë, këto janë ato të dekadave më të vonshme. Ka diçka edhe më me peshë edhe më e hershme. Frankfurti si vjet kremton 100 vjetorin e Goethe Universitetit, qendrës shekullore të arsimimit dhe edukimit. Ana dokumentare e këtij emisioni nuk e ka në thelbë suksesin e pamohshëm të tij në mësim dhe shkencë, por atë që ka të bëjë me objektin kryesor në të cilin kanë mësuar dhjetra mijë student nga mbar bota, për rreth 40 vjet. Ky është objekti 44 i Goethe Universitetit në Frankfurt të Gjermanisë, për 40 vjet qendër edukative dhe shkencore. Këtë shkëlqim e pati deri Kahmesi 2013-s, pra derisa nuk e ndroi pronarin. ABG Holding e ka blerë ndërtesën nga landi i Hesenit dhe planifikon që në atë lokacion deri në 2019-2020 ta ngrisë një kamp kulture. Në sipërfaqen prej 9500 metra katror, në vend të kullës AFE do të ndërtohen 2 kulla komerciale me nga 100 dhe 120 metra. Fillimisht ishte paraparë që kulla AFE, shkurtesa për objektin që njihet si ente për shkenca edukative, e ndërtuar në vitin 1972, në të cilin kanë studiuar shumë gjenerata të shkencave shoqërore, të rënohet pa eksplodim. Për këtë ishte paraparë një vit pune. Por banorët për rreth dhe punëtorët e entit nuk e kishin pranuar si ide për shkak të zhurmës gjatë punimeve njëvjeçare, prandaj eksplodimi ishte parë si opcion më i mirë. Ky opcion nuk ishte më i lirë nga se është dashur të bën kontrata me shoqëri të sigurimeve, si dhe shumë vlerësime dhe raporte të ekspertëve. Në këto ecajake, ABG Holding dhe qyteti i Frankfurtit nuk kishin dilemë se këta zgjedhin për ta ekzekutuar rënimin e këtij rrokaqielli, dikur krenaria e tërë Gjermanisë. E përzgjedhura një zëri ishte firma AVR Abbruch e Vëllezërve Viça, më e njohur në lëmën e demolimeve në Gjermani, aktualisht me 6 vendpunishte të ngjashme vetëm në Frankfurt. Me nënshkrimin e kontratës, AVR Abbruch bëri planin si t'ja marrë kalan për brenda, do të thotë si ta zhvesh nga kulmi e deri 2 kate në ndhej, nga të gjithë elementet e rrezikshëm që do të mund të shpërndashin pas shpërthimit. Kjo flot e bagerave më të fuqishëm në botë ja ka mësyer rrugës Robert Maja Strasse nr. 5 në Frankfurt me qëllim të përmbushjes së detyrimit për ta zhveshur tërësisht objektin e planifikuar për rënim të ish Universitetit Goethe. Kamera e AVR Abbruch që nga fillimi, ditë për ditë dhe hap pas hapi, e ka përcjell gjithë ecurinë e punëve në dhe rreth objektit, kurse specialistët e firmës në objektiv kanë regjistruar edhe ato me fjalë.
Ta kishmi bërë rënimin e kësaj ndërtese na me ekskavatora na kish vyt një kohë shumë e gjatë. Dikon afër pothuajse 1 vjet na kish vyt neve për me rënun këtë objekt penalti deri poshtë. Ka qenë potera e ekskavatorave, çekiçave pa marrë parasysh dhe na kemi vendosur që ta bëjmë minimin e kësaj ndërtese. Vor der geplanten Sprengung muss Para rënimit, objektin më parë duhet ta pastrojmë tërësisht, që do të thotë duhet t'i largojmë tepet, parketin, muret, tavanet dhe të gjitha gjërat tjera përbërëse si mobiljet, dyert e dritaret. Materialet ndërtimore i mbledhim në një vend dhe pastaj i transportojmë për të hedhur si plehra apo për riciklim. Kur e kemi marrë në objektin fillim, komplet, na imi të punu në këtë objekt që 6 muaj, na e kemi pastru objektin në tërësi. Objekti bie në gjendjen e ndërtimit vrasht. Para se objekti të bëhet gati për rrëzim, është i domosdoshëm eliminimi i materialeve të dëmshme. Tu në balkon, ku gjendemi tani për shembull, i kemi larguar materialet e dëmshme nga këtu dhe i kemi transportuar sipas rregullave në vendin përkatës. Kemi pas asbest, kemi pas edhe kontaminim, edhe e kemi dekontaminu objektin, dhe kemi jek asbestin, kemi pas edhe kontaminime tjera, që janë larguar të me kohë gjitha. Këtu i shojmë të paketuara dhe izoluara mirë materialet prej asbesti dhe të tjera të sanuara dhe tani janë gati për transport. Kjo rrugë nuk ka qenë e lehtë, kjo rrugë ka qenë me vërtet shumë e vështirë, por arsye se na mas pari ka ndosht me bind punëdhënësin, punëdhënësi është qyteti i Frankfurtit në këtë rast, edhe ka qenë me vërtet shumë vështirë me bind na zjarfikës të Frankfurtit, policinë e Frankfurtit. Na imi ullë me ta disa herë dhe kemi bë biseda të ndryshme, negociatat të ndryshme për me bë minimin e kësaj ndërtese. Arsyet janë, këtu i kemi vilat të ndryshme, ndërtesa është atje, Marriott Hotel e kemi shumë afër këtu. E kemi ndjath kënena ndërtesat ndryshme, nuk ka qenë rrugë e lehtë, më thënë drejtën. Këto e ndëmon para përgatitet të më rreth jashtë objektit, që kur të bje objekti, në për këto kodat e vogle si këna bo me dhej dhe me këtë baushut këto, kur të bje objekti më grimcu sa ma shumë, që mës me pas volum të madhe, ma tutje atje i kemi mbrojt këto farë drojt. Ishte obligim kjo? Kjo ka qenë obligim. Ja, na këtu kemi punu si pas regullave. Vetëm sipas rregullave, ndryshe as që dinë të punojnë vëllezërit Viça dhe firma e tyre AVR. Këtë bën edhe gjatë përzgjedhjes së mjeshtrit të detonimit, me të cilin bashkëpunuan ngushtë muaj të tërë për ta përgatitur objektin për shpërthim. Kjo ishte e domosdoshme, sepse ju kishte besuar diçka që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historikun e rënimeve të objekteve të tilla në Evropë. Udhëheqësi i projektit nga AVR Abru, zotri Burkhard Muhe, zbulon detajet. Wir sehen hier die roten Markierungen. Këto shenjat e kuqe tregojnë se këtu do të bëjmë shpimin dhe këtu do të vendosim eksplozivin në tërë shtyllat mbrojtëse. Auf der Seite an diesem Pfeiler. Të pjesë të shënuar me ngjyrë të katërt do të hapim dhe hapësira e krijuar do të prodhojë një lloj bojleri shpërthimit, cilët do të ndikojnë në dobësimin e bërthamës. I ka 5.000 ton i ka armatur, do në të hekër, po që e ma strukturën e kësaj ndërtese. Këto shtyllat e betonit edhe tronat e betonit janë shpu, janë përgadit edhe na tash nështë e shohemi pak ma mirë nëse lëvizim pak këtu. Tash shtylla është, domon janë mbeshën, po? Janë vrimet ku mbushën me eksploziv, pastaj është mbeshur 2 herë me këtë tepijin, edhe me këtë rrjetin këtu. Kamera e AVR-s ka regjistruar këta ninja bashkohor duke vënë në katë të caktuara këto mburoja, për të cilat Ganiu thot. Ato shërbejnë për arsye se në momentin kur të bëhet eksplodimi, që ato copat e vogla të betonit mos me fluturojë larg edhe mi ora objekte që janë po rreth.
se po mos të ekzistojshin këto farsi, kjo është një lloj sukur tepi, është i trash, dikon është 3 cm është i trash. Për atë arsye ai nuk i lësh të copat e vogla me dal jashtë objektit. Po mos ishte kjo, do të fluturoheshin ato shumë larg dhe do të rrokshin objektet që janë afër këtu. Në katin e 5 dhe në katin e 17. Çfarë do të thonë ka kjo? Po kjo ka do të thonë për arsye se në katin e 5 dhe në katin e 17 aty pikërisht aty bëhet rënimi i kësaj apo eksplodimi i ndërtesës. Do të thotë eksplodimi i ndërtesës bëhet në podrom. Në podrom, do të thotë gjithsej i ka kjo ndërtesë 2 podroma, do të thotë mas pari bëhet në podrom, tana bëhet në katin e parë, në katin e 5 dhe në katin e 17. Dhe për t'i mbushur me kujdes gjithë vrimet e parapara me planin e parapërcaktuar për 6 muaj rresht, ishin angazhuar specialist në të mirë gjerman. Nga pamjet që do të shihni, vret qartse Abruch dhe vëllezërit Driça kishin mbështetjen edhe të specialistëve ushtarak gjerman. Në vlugun e punës, kryespecialisti Eduard Reich tregoi mirë kuptim që për televizionin ton na i zbërthej disa detaje të rëndësishme. Jetzt werden also hier, wir haben also ausschließlich in dem Kernbereich hier elektronische Zünder und diese elektronischen Zünder, die sind... Në këtë pjesë kemi vendosur ndezës elektrik. Këta ndezës elektrik janë shumë të shtrenjtë, por e kanë një përparësi, sepse nëse ndodh ndonjë problem gjatë shembjes së murit, ato do të dëmtonin kablon. Kjo nuk do të kishte kurrfarë ndikimi, nga se ndezi është në vrimën e detonimit. Ata ndezësit të tjera elektrik do të ndihmonin ndezin e tyre, po që se do të dëmtoheshin kablot. Për këtë arsye, ne do të përdorim ndezësit elektronik, të cilët i përforcojmë këtu në kablin 2 metrash me akse në vrimat e murit. Tu e kemi gajtanin shpërthyes 120 që do të thotë, për çdo metër kemi nga 120 gram eksploziv nitropenta me një shpejtësi të detonimit 6000 metra në sekundë. Ladungsgewicht von 140 Gramm Nitropenta. Das ist ein hochbrisanter Sprengstoff mit einer Detonationsgeschwindigkeit von 6000 Metern je Sekunde. Das Ganze bezeichnet man als gestreckte Ladung. Das wird also hier in das Bohrloch eingebracht. Dann nimmt man einen Sperrschirm, setzt den an. Këtë e quajmë sigurisë të mbushjes, të cilën e fusim në vrim, e shtyjmë brenda dhe kështu e fiksojmë. Drückt ihn rein. Und damit ist das Ganze fixiert. Und später kommt hier also nochmal ein Bauschaum drauf. Sa kilogram eksploziv do të përdorni? Wir haben also hier 1,2 1200 kg eksploziv. 1200 Kilo. Und hoffen wir, të shpresojmë se të dielën gjithçka. Nein, wir hoffen nicht. Wir wissen oder glauben es zu wissen. Jo të shpresojmë, por e dim, ose më mirë me thënë, besojmë se dim. Ne jemi shumë të sigurt në atë se çka bëjmë. Kjo ndërtesë nuk është asgjë tjetër pos matematik. E dim strukturën dhe peshën dhe me këtë pastaj e dim se çka duhet të bëjmë. Por parakushti i suksesit është që këto mbushje duhet të eksplodojnë. Dhe nëse detonimi bëhet sipas planit, asgjë nuk mund të shkojë ndryshe. Është si në fizikë, si rrjedha e gravitetit. Ashtu duhet të zhvendoset edhe masa e objektit. Kjo do të thotë, në këtë rast, në pjesën e sipërme e bërthamës së objektit shkon në drejtim të jugut, pjesa e poshtme në veri dhe pastaj rrëzohet pingull i gjithë objekti mbi to. Dal nga dal, dit pas ditësh, bagerat e AVR-s e krijuan zonën mbrojtëse përreth objektit, në mënyrë që asgjë të mos dal nga hapësira e parapar për rënjen e 50.000 ton beton. Ndërkohë, i angazhuar i AVR-s, zoti Reich, ka mbledhur krerët e policisë së Frankfurtit
për t'i njoftuar me ecurinë e detonimit dhe detyrat që i presin. Në vigjilje të aksionit historik për rënimin e objektit 44 të ish Universitetit Goethe, atë e vizituan disa dhjetra ekipe televizive të cilat donin të dinin ecurinë e detonimit. Gut, wir begrüßen zunächst einmal alle Anwesenden. Mirëseardhët në prezantimin e eksplodimit të këtij objekti. Punëdhënësi im është Ilmi Viça, firma Avr Abro. Dhe Zotri Juncker dhe unë, Eduard Reich. Wir werden Ihnen jetzt im Einzelnen nochmal das Projekt erklären. Von 750 Gramm je Bohrloch, daraus ergibt sich ein spezifischer Sprengstoffwert, umgerechnet auf 1 Kubikmeter Stahlbeton von ca. 1 Kilo. Das, was wir also hier sehen, das sind diese sogenannten... Na ta shpejekmi këtu bagjen e fundit për kësaj vendpunishte, ku 6 muaj rresht kemi punu zellshëm. Tani po përgatitemi për me evaku banorët për rreth këtu. Festgehalten wie unsere Sperrradien rund den AFE-Turm. Zotri Fölkel nga kompania në fjalë spjegon se në perimetrin prej 135 metrash ndalohet lëvizja e njerëzve, kurse në largësi prej 250 metrash ndërprehet qarkullimi të gjitha automjeteve dhe dalja në balkon e banorëve. Aufhalten, aber nur in gedeckten Räumen. Das heißt, die dürfen nicht hinter einem Fenster stehen oder der Sprengung zugewandt sein, sondern müssen sich in gedeckten Räumen aufhalten. Pjesëtarët e policisë, zjarë fiksa dhe 400 sekurita po përgatiten me siguru mbarvajtjen e këtij procesi. Ky atrakcion këtu në Frankfurt që po shkatrojmë këtë objekt që po ndodh për herë të parë në Europë në këtë lartësi me 116 metra ka zgjuar interesimin e mediave, interesimin e publikut këtu në Frankfurt e pothuajse në tonë Gjermaninë. Me datën 21 janar, gazeta prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung e njohur edhe për qëndrimin konstruktiv dhe të drejtë ndaj çështjes kosovare, qysh prej viteve të 90-tat të shekullit të kaluar, kësaj ngjarje me rëndësi ja kushtoi 2 artikuj, ku flet për peshën e saj. Bile, kjo i njofton lexuesit e vet se këtë spektakël ja ofron atyre në transmetim të drejtë për drejtë përmes live stream. Në hyrjet e njërit prej shkrimeve thekson: Frankfurti dëshiron ta detonojë ndërtesën 116 metrëshe të universitetit. Ky plan është i pashembullt në të gjithë Evropën. Një ndërtesë aq e lartë nuk është rënuar asnjëherë. Kjo është një sfidë mega e madhe që ta detonosh një ndërtesë aq të lartë në një densiteti të banueshme aq të ngjeshur. Kosovo-Fernsehen. Ja. Ich wollte fragen, warum filmen Sie dieses Objekt? Also, Së pari, duhet të them se jam një pensionist. Në këtë ndërtesë studiohet, ose më mirë me thënë, këtu është studiuar e ashtu quajtura U3L, studimi për të vjetrit. Në këtë ndërtesë kemi pasur seminaret e muzikës, po e fotografojmë për ta rikujtuar bashkë me bashkëshorten. und in diesem Gebäude haben wir Musik. Ich mache Foto von Ausschnitten. Unë po i ndihmoj Also das burrit ist me fotografi. Mehr in Richtung künstlerische Fotografie. Gjatë përgatitjeve të bëra për aktin final, ish ndërtesën e universitetit dhe zbatuesit e projektit për rënimin e saj, firmën Avr Abruch, e kanë vizituar dhe për të kanë përgatitur me 10 reportazhe, kanë bërë kronika, radio-televizive, jo vetëm mediat vendase, por dhe ato ndërkombëtare. Heute dann noch an den Gebäuden genau gemacht? Ja, in Gebäuden werden sämtliche Klimaanlagen geschützt, sämtliche Lüftungs... Dhe këto objekte mbrohen mjetet e ndryshme si kondicionerët, gypat ajrosje, dritaret e të tjera. Fenster mit Foden abgedeckt und so weiter. Çdo gjë është gati që me një bam kjo ndërtesë që me dërtet dikur ishte një krenari gjermane që nesër për disa sekonda do të shtrënjet për dhej. Është e para po dikun
por 10 sekonda me ra komplet në ndërtesa më konë poshtë. Të kënaqësi, shikues të nderuar, juve teleshikues të Radio Televizion të Kosovës, do të ofrojnë vëllezërit Viça. Firma e tyre AVR Abru tash 20 vjet është lider e kësaj lëmie në Gjermani dhe këtë sigurisht do ta dëshmoj edhe me këtë rast në qendër të Frankfurtit. Dhe pastaj dita D, ajo vendimtarja, ajo plot ankth dhe shpresë se çdo gjë do të shkojë sipas planit. Mëngjesin e 2 shkurtit 2014, Frankfurtit të parët ja kishin në mësyer ekipe televizive të akredituara, vetëm nga Gjermania 88 sosh. Edhe polic, njerëz të sigurimit, zjarrthekës e shërbyes të tjerë kishin zënë pozitat e tyre ende pa gdhirë. Frankfurtje, sidomos Marriott hoteli në afërsi të ndërtesës që do të rënohet. Të dielën e parë të shkurtit ishin shndruar në atraksion turistik. Asnjë dhomë e zbrazët brenda tij. Makineria e AVR-s ishte larguar atë sa e kërkon rregulli dhe ishin lënë në gjendje gatishmërie për çdo eventualitet, kur si dihet. Sapo afrohej koha e veprimit, rrugët përreth objektit mbylleshin tërësisht, kurse në diametrin prej 135 metrash larg zguxonte të ndodhej asgjë që frymon. Udhëheqja e AVR-s, Abru po inspekton edhe një herë gjithë situatën dhe po vën çdo gjë nën kontroll jashtë saj. Dhe atëherë kur u bindën se të gjitha përgatitjet kishin shkuar ashtu siç duhet dhe siç ishte planifikuar, të relaksuar dhe me disponim, vëllezërit Viça prisnin mysafir në kullën e panajirit të Frankfurtit. Ndër të ftuarit, boksieri i madh Luan Krasniqi, konzujt e konsulatës së Frankfurtit Astrid Zemaj e Milazim Vllazaliu, pastaj shumë partner afarist si dhe e gjithë familja dhe miq nga Kosova. Të gjithë këta dhe miliona shikues televiziv e pritnin çastin vendimtar. Deshtën vetëm 10 sekonda dhe objekti 44 i Universitetit Goethe në Frankfurt të bie poshtë dhe vëllezërit Viça dhe firma e tyre AVR Abru të hyjnë në fantazi, gratulacion, suksese. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe për neve, një spektakël kaq i madh që na ka dhënë neve një mundësi me bën këtu në qendrën e Frankfurtit. Puna na shkoi sipas planit, gjithçka është në rregull. Ishte një shfaqje me të vërtetë madhështore, të cilën Jerel nuk ka
shans tash çdo ditë dhe kjo mbi gjitha që bën më spektakolare këtë si mass media dhe prezenca huaj që është ka më se 60.000 qytetarë cilë kanal me pa për këtë spektakël. Në emër institucioneve të Kosovës i uroj gjithë mirat dhe fat kompanisë ADR, e cila është edhe krenaria e Kosovës këtu në Gjermani. Dhe veni? Po merr frymë shlishëm. Po merr shumë vështirë, është vërtet. Jemi pak, jemi... Të frymë që sa muje të mbajtë jemi lecu tash. Jeni lecu. Jemi lecu tash. Shumë emocione, Shumë emocione, karo, besoj se shumë mirë. Me vërtet karo me plan, sukur që e kemi planifiku. Këto tregon edhe kompania jonë në 90 vite që me vërtet seriozitetin dhe e farojnë apo provojnë në punës tonë të Gjermani. Faleminderit. Ju keni ardhur nga Kosova, jeni miq me vëllezërit Viça? Kjo është epoka e re e vëllezërve Viça. Me këtë ka filluar. Ka filluar. Luan? Është knasi tash i qosh dhe ta di se një firmë kaq e madhe ekziston dhe bjen sot midis Frankfurtit këtë mundësi, këtë fenomen që ta rëzon një shtëpinë më të madhe në Evropë që u konë, deri sot nuk u rëzuk si shtëpia, kështu, deri sot i kam pas disa informata kështu. Po, grushti juaj do ta bante këtë? Jo, me gjithat grushti s'mund të zonë asgjë, po në përgjithësi grushti i ka edhe fuqinë e vet, ashtu. Sigur se ky i vëllezërve Viça. Po e vërtet, ky është më i fortë, se grushti im. Faleminderit shumë. Ishte për bukuri, një përjetim i rrallë, të cilën nuk e shohim ndonjëherë në jetë. Du me thonë, në jemi të kënaqë shumë, dhe që shkoj puna këtë rregull, këtë mirë, faleminderit. Fakti mirë është që këto e kanë bo para një opinioni shumë gjërë. Këtu llogaritet më shumë se 60.000 vetë që kanë qenë sot për ta po përsafërmi këtë manifestim të themi jashtëzakonshëm i cili nuk ndodh për çdo ditë. Ajo që më lap me fasi shumë të madhe ishte se nuk u vrejt, megjithëse një afërsi fare ngatshme kështu 200 metra mbi ajrore, asnjë dridhje, asnjë dëmtim anësor, asnjë gabim në procedurën, gjithçka shkoi me rregull si më mirë. Kënaqësi e madhe vallai. Po besa, mos e ashtu sikur menuar edhe shkoj puna. Ju si e përjetu? E përjetuam me shumë kënaqësi, ishte një kënaqësi e madhe. Si e përjetu të? Mirë, e përjetu mirë, s'kish mi pik dishimi që... Do të bëhet ashtu, a? Që nuk bëhet mirë edhe në kasja marë prej Kosove për këtë punë. Mirë shumë, është kënaqësi e madhe. Keni bën një organizim të jashtëzakonshëm sot apo? Po, i mirëpritëm. Nga hymja. Kanë keni mirëprit krejt? Krejt muzafer që dashën të arë kena mirëprit krejt. Përjetimi ju ishte? Ishte një kënaqësi shumë e madhe. I ka kontribu dikush prej jush, kush i ka kontribu kësaj? E gjithë familja. E gjithë familja? Po. Edhe burri juaj? Po patjetër. Është një kënaqësi e veçantë për familjen tonë. Hera e parë që e bëjmë në Frankfurt një eksplodim të tillë, është një kënaqësi e madhe se është pikëspari një firmë shqiptare. E dyta është familja e shokut, janë kunet, është gjithë familja që bëjmë këtë punë së bashku. Disa minuta derisa u përgatit, aja kishme një farë frikë, një farë dridhje, po tash jemi liru bashkë kështu që ç'dohet. Jetzt gibt es eine zweite Sprengung. Tani vije shpërthimi i dytë. Për familjen Viça kanë bërë diçka të veçantë. Dhe këtë do ta zbulojmë tani. Findet jetzt statt. Oh, schön. Ja. Auf los geht's los. Ja, bitte. Bravo. Jetzt kommt Hochhaus weg. Jetzt kommt Hochhaus weg. Oh, das ist schön hier. Schön. Dhe këto janë pamjet e fundit të kamerës së AVR-s, që dëshmojnë përkushtimin që mbetërinat e ish objekte që hyrin në historinë e Evropës t'i largojnë sa më parë nga qendra e Frankfurtit. Një mbyllje do me thënë se e kësaj ngjarje në Frankfurt dhe gjithë ajo që u pa, sigurisht se do t'jetë temë studimi e studentëve të ardhshëm.